sërish drejt për së drejti në live në mëngjes në Vizion Plus, ku do të fokusohemi tashmë tek arti dhe konkretisht tek teatri të njëra nga shfaqjet e cila ka ardhur premier për kryeqytetin. Sonte do të darkojmë në shtrat. Shumë intrigues për nga titulli dhe në fakt njihet regjizori Kiço London në fakt për gjetjen e këtyre pjesëve dhe për t'i vënë më pas në skenë. Të intrigon shumë është një pjesë e cila është komedi sigurisht, por flet për dashurinë, për xhelozinë dhe për 1001 arsye të tjera që do t'i tregojmë vetëm pas pak pasi të prezantojmë të ftuarin tonë për ditën e sotme. Ai është një nga aktorët e rinj, por shumë premtues, nisur në fakt edhe nga eksperjenca që ka filluar të ketë menjëherë sapo ka përfunduar Universitetin e Arteve. Kemi kënaqësinë ditën e sotme të themi mirëmëngjes Eno Bashos, aktor. Mirëmëngjesi, faleminderit që më ftuat. Faleminderit shumë Eno që jemi në mëngjesin e sotme. Ne besoj që mëngjesi nuk është i lehtë, sidomos për ju aktorët që jeni mësuar ta nisni ditën pak më vonë. Po, sonte do të darkojmë në shtrat. Sonte do të darkojmë në. Sa është një komedi, tha Flori, kështu që na trego pak më shumë. Atëherë vepra sonte do të darkojmë në shtrat, Marka Majlotit, është një komedi rreth situatave, rreth kaosit, që flet për tradhtin, xhelozit dhe të gjitha tjera. Shkurt flet për një çift dhe të ftuarit e tyre që bien në një kaos e një ngatres, shumë absurde, por shumë të bukur brenda shfaqjes. Pra, le të themi që është një komedi situate në këtë rast. Po, komedi fars. Një situatë e cila fillon tire derisa e gjendet zgjidhja në fund. Po, zgjidhja e shumë pritur dhe nga hiçi. Është befasuese? Po, është shumë befasuese dhe shumë kaotike. Por kjo nuk do të thotë që i mungojnë karakteret në brendësi. Jo, karakteret janë shumë të bukura dhe secili karakter ka të veçantinë e vet dhe të gjitha lërat që ndodhin aty. Dhe na zbulo pak kush, cilët janë rolet dhe nga cilët aktorë interpretojnë. Atëherë shkurt, sepse më mirë është për t'ia lënë publikut për ta parë, sepse është një ngatres shumë e bukur, një kaos i organizuar. Flet për dy shok të ngushtë që kanë 15 vite shoqëni, Roberti dhe Benardi, që në këtë unë luaj rolin e Robertit, Benardin e luan Erdita Aslani, dhe flasin për një tradhti, domethënë shumë të fshet midis shokut të ngushtë dhe gruas. Që pas asaj pastaj ndodh edhe një ngatres tjetër dhe ngatrohet që vjen edhe e dashura e shokut tjetër, edhe kuzhinierja dhe bëhet një kaos, një mishmash me vërtet. Nëse bëhet një krahasim me ato të cilat mund të konsiderohen si komedi tradicionale, çfarë do të evidentoja? Atëherë, te kjo komedi kryesorja është ritmi. Gjithçka është tek ritmi, është tek timing që japin batuta dhe tek rrethana që japin vetë personazhin. Domethënë, nëse është krahasim në një komedi tjetër, kryesorja është vetëm ritmi. Në momentin që mund të iki ritmi, është si një gjë matematikore, që është precize dhe çdo gjë duhen domethënë timin e vet për ta bërë. I njohur në fakt regjizori Kiço London pikërisht për vënien e këtyre veprave dhe sigurisht që janë mjaft suksesshme sepse edhe publiku. Falenderoj shumë që më bëri pjesë të shfaqjes. Po do dalim edhe tek ajo pjesë që për publikun kohët e fundit janë të domosdoshme sepse janë disa, le të themi, histori të konsumuara shpejt në një orë gjysmë, ti merr mesazhin, qesh, kënaqesh dhe më pas del me një shije shumë të mirë. Dhe meqense dolën pikërisht te regjizori, si të erdhi ftesa për të bërë pjesë e kësaj vepre? Atëherë, si gjithmonë, profesori kishte parë një shfaqje që kisha bërë një provim nga shkolla, u interesua dhe folëm edhe më... Meqense kishte planet për ta vendosur këtë vepër, ka parë që duhej një nga rolet. Po, që e falenderoj shumë, falenderoj edhe trupën shumë. Njerëzit ishin, domethënë kolegët e mi ishin shumë dënurin, ne arritëm të kthejmë, domethënë të bëjmë një super shfaqje me energjitë e tyre. Cubi, Erditi, Suela, Greta, Angelo, domethënë arritëm të bëjmë një shfaqje shumë të bukur. Dhe në fakt Kiçon duhet ta falenderojnë shumë personazhe të jetës së teatrit në kryeqytet, duke qenë se ka munduar dhe ka bërë gjithmonë më të mirën për të promovuar gjithmonë njerëz të rinj për të dhënë shansin dikujt, siç ka bërë edhe me ty në këtë rast. Po, shumë faleminderit. Eno, si e ke përjetuar ti këtë? Besoj që është një shfaqje e rëndësishme për ty, pra shko sa jenë ato fillimet e tua, po me një dëshirë të madhe me sa kuptojmë për shumë pjesë e teatrit. Si është ndjesia për një student, për një të ri i cili do të angazhohet dhe ndonjëherë, unë nuk e di ndoshta Flori mund të jetë më i qartë për vështirësitë që hasni në momentin që doni të integroheni në një treg i cili ka tashmë disa aktorë që janë profesionistë dhe që ndoshta jo shpesh herë ta bëjnë të lehtë. Nuk e di si ka qenë eksperjenca. Nuk është e vështirë, thjesht është e pamundur. Po. Akoma më keq. Dhe eksperienca është shumë e bukur, dihet që është shumë sfiduese, si dhe student që jam që po mbaroj dhe masterin,
por që është një ndjesi shumë e bukur. Do më thënë, nëse është një nga arsye që unë e vazhdoj këtë gjë, është fundi i shfaqjes, do më thënë, duar trokitjet e publikut. Ajo është problemi më i mirë për një aktor, për mendimin tim. Dhe bashkë me trupën, neve ja kemi kaluar shumë mirë dhe kemi arritur të kthejmë, do më thënë, një vepër shumë e vështirë, nga ana aktoriale unë si student, shumë e vështirë. Cili është roli yt? Roli im është Roberti. Një dinak shumë i shkathët, por që jepen disa rrethana shumë absurde dhe të vështira që edhe publiku është kurioz dhe çfarë do bëj ky person. Vetë si karakter që përshtatet mes kaosit, përshtatet mes çfarë do lloj gjëje, por rrethanat që japin është gjithmonë më e vështirë. Do e konsideroje një rol të vështirë apo të lehtë? Jo, shumë e vështirë. Është sepse përtej komedisë, përtej që mund të jenë disa situata absurde ose mund të themi normale ose jo bazike, por që po flasim për tradhtinë dhe kështu, është një rol që me vërtet është shumë i vështirë sepse vetë publiku, nëse e shef, do e kuptoj që okej, çfarë do bëj ky personazh ose çfarë do bëjnë personazhet e tjera, çfarë do ndodhi. Pra ruhet elementi surprizës. Po. Bukur, shfaqja ka ardhur premier dje për kryeqytetin, por ju keni pas mundësi ta jepni edhe në qytete të tjera. Po, kemi pasur. Tregojmë pak për eksperiencën, ku keni qenë, si është pritur nga publiku, atë premierën. Po, publiku në çdo qytetësi në Imar dhe në Vlorë edhe në Berat e ka pritur shumë mirë, me të qeshme, madje na ka ndihmuar shumë, me dinamikën, me Interesante, ju shkonin edhe në qytete që nuk ka një teatr të mirëfillt, pra përmendja e Himarën, Berati ka një shtëpi kulture, por edhe qytete tjera të cilat nuk kanë salla të mirëfillt. Njerëzit e di, njerëzit janë të interesuar akoma, domethënë njerëzit duan të shohin diçka të veçantë. Sado mund të jetë, domethënë e shef diçka dhe thua, "Okej, sonte do të arkojmë në shtrat, për çfarë flet, apo mos flasin për tradhtitë dhe kështu, por kur e shohin pastaj është kënaqen." Që i sugjeroj të vi publikut, kemi edhe këtë javë me 24-25 në Elbasan, si dhe javës tjetër të hënën dhe të martën në Tiranë prap tek Eksperimentali. Bukur. Dhe duket që po e përjeton këtë eksperiencë për sa kohë të është dhënë mundësia që të shpërfaqesh dhe po e shijon. Po e shijon. Nëse do ndaleshim pak tek mënyra e punës dhe tek raportimi jot me aktorët e tjerë, të cilët ndoshta mund të kenë pak më shumë eksperiencë, ty janë pak më të rritur profesionalisht. Si e gjete veten në këtë rast? Atëherë në fillim kisha i çik kështu. Ndihet emocionet, student, merrem me aktorë të tjerë që kanë eksperiencë. Sa të, domethënë, u ingranoj. Sa të ndizeshin motorët. Po, sa të ndizeshin dhe pastaj ja kemi kaluar shumë bukur. Me të gjitha sfidat, me të gjitha kemi bërë shumë gallata. Profesori është kënaqur edhe një kohë është. Po, sepse komedia do pak atmosferë ku punojnë. Po, do atmosferë si dhe në rrethanat që jepen, si dhe në ato, por që ja kemi kaluar shumë mirë. Domethënë nuk ka pasur asnjë pengesë. Shpesh u flasim për komedinë përshtatet mirë edhe me realitetin dhe nëpërmjet asaj ironisë apo të qeshurave që jepen në sken flet dhe prek plagë të shoqërisë. Nga ajo që ishte pak më parë që në qytete të ndryshme pati një përfshirje të qytetarëve që realisht e shijuan si shfaqje. Sa përshtatet me realitetin e sotëm si komedi? Atëherë të flasim realitetin e dhimbsur, përshtatet në disa rrethana, më shumë për moshën e re. Për çiftet e reja? Po, për çiftet e reja. Edhe publiku, domethënë, habitet dhe vetë ndonjëherë që po, kemi pas reagime nga lloj-lloj të ndryshme për këtë lloj gjëje, por që komedia ndonjëherë edhe realitetin e dhimbsur e kthen në komedi. Kështu që përshtatet, ka po, por zakonisht aktuale si pjesët që vendos regjizori Kiço London në sken janë të guximshme, duke nisur që nga titulli dhe më pas nga ajo trajton në thelb në vetvete. Pra ndoshta është pak më shumë moderne se sa për shoqërinë tonë. Ne kthyer në moderne për emancipimin tonë. I bën përshtypje publikut kjo gjë sepse ti thua që është një marrëdhënie mes dy shokësh, që një shok ka shkuar me gruan e tjetrit dhe tjerë me radhë. Pra janë tema këto të cilat i përqafojnë dot shqiptarët lehtë? Jo, nuk i përqafojnë lehtë shqiptarët, nuk është se para ndodhë, është më shumë moderne nga vendet e tjera, por që i intrigon shqiptarët, sepse janë shumë kurioz. Shqiptarja ka dhe vetë qef të shofi me skausi çfarë do ndodhi. Do më thëmë, ky është i dashur i grus shokut e ngushtë, shoku i ngushtë i thot do vje dashura, ti hajde bëu i dashurit, tani halli këti është si të bëjmë i dashur, si unë e kam një, po nuk ja thot do të se këka që ka grun e vetë, do më thënë, për te asajt që... Ka shfaqja e momente kulminante, le të themi, ku edhe shpërthejnë të qeshurat më shumë se sa... Pa fund, madje mos të themi që në fillim fare, mes kausit, mes nxitimi, se si të shtash është ritmike,
është, domethënë, është shpejt nxito, bëu gati, publiku pse të bëhet gati dhe kështu dhe avash të publiku i merr vesh gjitha. Edhe më kurioz është, okej, e mora vesh ky personazh, çfarë do i ndodhi ti personazhit tani që do bëhet, edhe intrigohet shumë me të qeshura, sidomos dje kanë qeshur pafund. Edhe neve me zonë mbajtëm të qeshme vetë aktorët, por ishte bëhet e vështirë ndonjëherë. Megjithatë kjo ju dha mundësi edhe shpresë për të kuptuar që keni bërë një shfaqje shumë të mirë, sepse kur vjen puna tek përzgjedhja e publikut që vjen të shohë teatr, sigurisht ai kryeqytetit është më nëse do përdorja një term i sofistikuar, apo më i elaboruar nga shije, duke qenë se ka parë një numër të lartë shfaqjesh dhe ndoshta në shumicën e rasteve bëhet shumë përzgjedhës edhe i seleksionon shfaqjet ende pa e pasur jetën e tyre, se mjafton të vi një pjesë e publikut, çoj natën e parë, del fjala që ajo shfaqje. Ajo është e gjitha. Ose ishte shumë e mirë, ose si ishte gjë dhe ti përfundon që nga reprizat e fundit ta kesh sallën bosh. Kështu që në këtë rast, nëse ju ka pritur mirë ditën e parë, do të thotë se keni. Po, neve na ka pritur mirë, madje në Vlorë kur patëm 2 ditë, ditën e parë nuk erdhën as pak as shumë, erdhën normal, ndërsa ditën e dytë u mbush gjithë salla plot. Kjo do thotë që është hapur reklama gojë më gojë që bëhet zakonisht. Po, dhe është shumë, domethënë, kënaqësi që t'japim atë kënaqësi publikut edhe të kënaqë se fundja neve për publikun. Po patjetër për publikun, por ndonjëherë eno bëhet edhe për parat. Po, mirë nuk është ende në atë fazë eno. Jo, mua më pëlqeu që është, domethënë, e cilësoj pak më parë që tha unë kënaqem shumë me duartërkitjet e publikut, megjithatë kur nëse kthejmë kokën prapa dhe bëjmë disa llogari, kuptojmë që profesioni i aktorit është më i pak paguari më i pak paguari, por besoj që edhe një do kohë po punove paguesh. Patjetër, po punove shumë. Po punove shumë, okej, mund të kemi disa gjëra jo të drejta, por disiplina, pasioni të kesh, po punove të gjen vetë. Si në çdo punë tjetër. Ne urojmë shumë suksese. Shumë faleminderit. Shpresoj që rruga jote të jetë e gjatë edhe me shumë mundësi të krijuara. Faleminderit shumë që ishe live në mëngjes. Shumë faleminderit. Ne ishte kënaqësi të të kishim dhe urojmë të vazhdojmë të kemi për shfaqje të tjera, po kaq të bukura sa kjo, por madje edhe më të bukura. Shumë faleminderit juve. Kënaqësi. Ne do të shkojmë në një hapësirë publicitare, rikthehemi vetëm pas pak, do të flasim për çmimet e qirave.